E tash ta kalzeni mesele për profesor Ahmet. A bana jo. Kishte shkruar një Shqipëri atje, edhe e kishte ble një pikturë. A dini çka është piktura? Një që si romë, se për s'ke qëta. A një debat s'kja. Edhe kur shkoj të shpija atje, i thoshtë që e qka ke bomëre, e thotë po e bleta ka sa, sukur me thonë sot për shembull, e bleta 5.000 euro. A 5.000 euro du të përdu një vjetë, për mi po 5.000 euro. Thotë ku s'ka po budal, po s'ka po? Tha që ishë mërë ka po budal? Thotë jo, nuk ka e mushme, po e mushme, edhe ja mushme në ngruja me shkue me këthije të masë. E që ka përdo me shkue me këthija, në masë pari herë ka vete atë piktoristin se për sa kohë e ka vizatu. Me konë se i ka vizatu për 2 sahat, që shqivam të shpija dhe me ke ka vizatu për 2 sahat e ti ka mërë 5.000 euro, atëherë pe këthej, po me konë që ka hargju pa kohë ma shumë, atëherë betë vërtet i ka hak që të pare kejshka e karon. Edhe shkoja që taj piktoristi, edhe për veta, a bandë tha me të veta, për sa kohë tha e vizatove këtë pikturën, tha po tha, e ku vizatu tha për 10 vjetë plus 2 sahat. E tha që është 10 vjetë plus 2 sahat, tha 10 vjetë ta ku mësue, e masën e jam ullën për 2 sahat e ku vizatu. Edhe Ahmeti ka mësue 25 vjetë, e masën e për 1 minutë këto të dini me ka tu plot me sjeni, nuk ka problem. Zotë është problem me gjenet, inshallah Allah i e bimër edhe e shnet.